Fjalla për ty. Nëse je gati. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siç e paralajmëroi edhe vllau jon Fatmiri, sonte do të flasim për një temë që askush nuk mund t'i ik asaj gjëje. Një temë që e bashkon mbretin, e bashkon të varfrin, dietarin, analfabetin, triun, plakun, gjithë i bashkon, dhe ajo cila është vdekja, vllazni. Vdekja i bashkon gjithë. Para se me vdek, subhanallah, haxhi, umreja, tavafi, është një lloj simbolike që të gjithë para Allahut subhanahu wa taala janë të njëjtë. Qoftë ai me pozitë, qoftë ai pa pozitë. Qoftë i pasur, qoftë i varfër. Qoftë i ri, qoftë i plak. Gjithë kanë me qenë para Allahut subhanahu wa taala, me dalë para Allahut azza wa jall dhe me dhonë llogari para tij. Shumë njerëz nuk duan me përmend vdekjen. A i keni pa për shembull disa prej muslimanëve, momentin kur të flet dhe fillon me këshillu për vdekjen, veç thonë aman mo, le mos ta prish tash mezhlisin. Sepse friksohen nga vdekja. Dhe jo rastisht edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, çfarë ka thënë? Përmend thot vdekjen. Sepse është shkatrues i knatësive të kësaj bote. Ndërsa Allah subhanahu wa taala në një ajet kuranor ka thonë, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt, çdo nefs ka me shiju vdekjen. Po qofshin, thot Allah subhanahu wa taala, edhe në fortifikata, ndërtesa, tunele, gropa, ku do të qoftë personi tjetë, Allah subhanahu wa taala ka me dërgu me lajken dhe me ta marrë shpirtin. Bile para se me ta marrë shpirtin, Allah azza wa jall çfarë? E ka shkruar kaderin tonë kur ki me vdek, qysh kur ke qenë fetus tek barku i nonës tonde. Tek barku i nonës tonde kur ke qenë, veç ta ka shkruajt që ditë ki me vdek, as një sekond, as para, as mas nuk shtyhet apo nuk mangësohet. Sot njerëzit çka bëjnë? Ndërtojnë vila luksoze, vllazni. Blejnë makina të shtrejta, bëjnë sigurime për jetën, kontrollojnë shëndetin, analiza, gjitha gjëra i bëjnë, por asnjëra prej tyre nuk ta fal dakikin. Nuk ta fal sekundin, jo dakikin, se dakiki është minuti. Nuk ta fal sekundin apo të qindën e sekondës, momentin kur vjen vdekja. Momentin kur vjen me dorëzu shpirtin tek Allah subhanahu wa taala, ndalen, si që themi ne, ujë të thot Allah subhanahu wa taala, kur t'ju vija fati atyre, nuk mund t'a shtyen as për një qast dhe as ta përshpejtojnë. Vdekja, vllazni, është stacioni i parë. Është dera kur qilet drejt ahiretit, botës tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë ka thënë? Thot, përmendne shpesh shkatruesin e knatësive. Shkatruesi i knatësive, vllazni, është vdekja. Shkatruesi i knatësive të kësaj bote është vdekja, sa që disa prej selefëve e kanë shkruajt edhe në unazën e tyre maut, vdekja. Vetëm e kujtu, subhanallah. Momentin kur ta kujtosh, momentin kur ta kujton vdekjen, ti ki mu përmirësu me lena Allahut subhanahu wa taala. Pse na urdhroi shpesh ta kujtojmë vdekjen profeti alayhi salatu wassalam? Kur njeriu, vllazni, e kujton vdekjen, nuk bëhet arrogant. Bëhet i butë, bëhet i sjellshëm me njerëzit. Nuk bëhet i padrejt ndaj njerëzve. Nuk i bën zullum njerëzve. Nuk i mashtron tregti. Thot nuk e le namazin. Dhe nuk e vonon pendimin, tobe. A ki bo gjuna, që vlla jem, merr abdes, falë namazin, bën dua tek Allah subhanahu wa taala, Allah azza jall me të falë. Ai e di se çdo ditë mund të jetë dita e fundit. Nuk e di, mo vllazni, që tash që
Tu dhon ligjërata, dikonin mund me lëshu shpirtin, mi jamar Allah zë gjelë shpirtin. A ki qef në këto momente ma da marë shpirtin, nëse nuk e vepra të mira, nëse nuk je pendu për gjunahet, çdo herë kilon, hajt nesër, hajt do ta bëj. Kjo është vesi shejtanit. Njerëzit jetojnë sikur mos me vdek, hiç, subhanallah. Thot, shikoni botën sot, njerëzit planifikojnë për 10 vite. Thot, blejnë shtëpia me kredi, 30 vjeçare. Thot, planifikojnë pensionin, pushimet, bizneset, por shumë pak e planifikojnë takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Shumë pak. Subhanallah vllazni, 20-30 vjet punon për me ndreqë një shtëpi, dhe kjo shtëpi është e përkohshme. Pas 20-30 vjetëve e rregullove shtëpi, që nuk ka asgjë të keqe. Momentin kur hin në shtëpi, të nesrit me bo me vdik, asgjë nuk i lom, asgjë nuk e marr. Andaj, përveç kësaj bote, Rabbena atina fi dunja hasanatan wa fil akhirati hasanatan. O Zot jepet mira në këtë botë edhe në botën tjetër. Por më shumë botën tjetër duhet njeriu me planifiku dhe jo mu dhon tepër pas kësaj dynjos, e cila është e mallkuar o vllazni, me gjuhën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Hasan al-Basriu rahimahullahu ta'ala thot, nuk kam par një të vërtet për të cilën nuk ka dyshim. Megjithatë njerëzit sillen ndaj saj sikur të ishte gënjeshtër, subhanallah. Ajo është vdekja. Sa fjalë të mëdha ai ka. Të gjithë jemi të bindur se do të vdesim, po mënyra çysh jetojmë na bën me menu që kur s'kemi me vdek. Ashtu jetojmë që me të pa dikush thotë ky kur s'ka me vdek. Harralisht ne e dim në caktimin e Zotit, përveç lindjes e kemi në fund edhe vdekjen. Çdo ditë jemi afër saj, çdo sabah zgjohemi dhe nuk do të thot se jemi larg vdekjes. Thot përkundrazi do të thot se kemi edhe një ditë më pak nga jeta jon. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Hazreti Aliu radiyallahu anhu thot, kjo dunjë po largohet me shpejtësi. E që në sa viti keni pas ma herët o vllazni? Që në sa viti keni pas? Sa viti keni tash? Thot, ndërsa ahireti po afrohet, se cila prej tyre ka bite saj, pra ndaj bëhuni prej bive taj, e jo prej bive të dynjos. Sot është ditë pune pa llogari, nuk i llogari për momentin. Mirë po nesër është ditë e llogarisë, është ditë llogarie pa punë. Subhanallah. Subhanallah. Sa njerëz ishin me ty në vitin e kaluar? Sa shok fëqinje familjar ishin me ty dhe sot nuk i ke? Ata kishin plane, kishin ondra, kishin familje, po kur erdh me leku i vdekjes, asgjë nuk mund të ndalonte. Kur e pa me syt e vet me lekun, duke i thonë dorëzoj shpirtin. Subhanallah. Të merreve. Sa që edhe besimtarët kanë me pas vështirë në ato momente ku të dorëzoj shpirtin. E lëre më pa besimtari, apo kafiri. Kush është më i zgjuari? Profeti alayhi salam është pyetur. Cili është besimtari më i mençur, e kanë pyet. Cili besimtar është më i mençur? Ai u përgjigj Resuli alayhi salam. Ai që kujton më shumë vdekjen edhe përgatitet mirë për të, që vjen pasaj, këta janë të mençurit. E nuk tha më i mençuri është ai cili ka pasuni më shumë. Por çka ai apo ai që ka pozitën më të lartë? Jo, vllazni. Jo. Ai që përgatitet më shumë për vdekjen, ai është më i mençuri. Dhe i bën mirë llogarit. I bën mirë, po themi kushtimisht, llogarit matematikore. Allahu na tregon gjendjen e atij që vdes pa u përgatitur. Shikoni çfarë ajeti. Tmerrues, subhanallah. Një besimtar kur ta lexon këtë ajet kuranor, thot Allah subhanahu wa taala, kur ndonjërit prej jush i vjen vdekja, e ai thot, o Zoti im, më kthe mua që të bëj vepra të mira në ato që kam lënë pas. Suratul Mu'minun ajeti 99. Më kthe mua që të bëj vepra të mira. Po sikur edhe tu kthente,
t'ja mundëson të Allahu subhanahu wa ta'ala mu këthyn këtë botë, a i prap s'kish me bo vepra të mira. Prap nuk kish me bo. Kështu që njeriu, në të gafletin, në të mërzin e madhe, kujton Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë bo, kur është në bollëk, kur i ka të mirat, e haron Allahu azza wa jall. Ndërsa Muhamedi alayhis salam çfarë ka thënë? Kujtojni Allahun bollëk, që Allahu t'i kujtoj juve në varfëni vëllaja. Le ta pyes secili veten, nëse kjo do t'ishte nata jote e fundit, sonde, pyete secili ju që po dëgjoni, secili pyet në veten e juaj. Nëse është kjo jetë, nëse është kjo nata jeme e fundit, çka kishe me bote? Nëse meleku i vdekjes sot, sonte, po të trokiste, a janë 5 namazet e mia në rregull? A i kam falë 5 namazet? A i kam bërë padrejtësi dikujt? A kam borgje që duhet me i shly? A jam penduar sinqerisht për mëkatet e mia? Gjitha këto gjëra, secili prej nesh duhet me ja bo pyetje vetit. Mos harroni varri nuk pyet sa ndjekës ka. Nuk pyet sa fam ki, por i shikon besimin edhe veprat. Besimin edhe veprat. Tash e kemi vështërsit e qastit të fundit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, sakratul maut. Thot dhe agonia vdekjes do të vi me të vërtetën. Thot kjo është ajo prej së cilës ti po përpiqeshe të ikje. Sa dush ik. Dush ik. Ku do që shkon, në të regon se vdekja nuk është jetë një kalimi zakonshëm, a i ka momentet e vështirë në shpirtit. E lërë më pa besimtari, subhanallah, që e ka muhu Allahun subhanahu wa ta'ala, që e ka muhuar pejgamberin a.s. që e ka muhuar Kur'anin, që u bo pal me ata që luftojnë dinin Allahut azza wa jall, që ka bo organizata dhe lëvizjet ndryshme për me shu, për me sulmu dinin Allahut subhanahu wa ta'ala, mos qofsha lëkurën e tyre. Mos qofsha dhe mos qofshim ne gjithë lëkurat e tyre në ditën e gjykimit nëse ata nuk pendohen. Mirë për ata. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, kur profeti Muhammed ishte në qastet e fundit jetës së tij, ai kishte pranë një enë me ujë. Dhe thot e fuste dorën me ujë e fshinte fytyrën e tij të bekuar, duke thënë la ilaha illa Allah. Me të vërtet vdekja i ka agonitë e saj. Agonitë e saj. Nëse i dërguari i Allahut, njeriu më i dashur i Allahut subhanahu wa taala, thoshte që vdekja i ka agonitë e saj, ku je ti? Ku je ti o vëlla dhe motër e nderuar? Ku je ti? Ardha melekut të vdekjes, thot Allah subhanahu wa taala, thuaj, do t'ua marr shpirtin meleku i vdekjes, i cili është caktuar për ju. Pastaj te Zoti keni mu kthy. Suratus Sajda ajeti 11. Meleku i vdekjes nuk vjen vetëm tek të varfërit, nuk vjen vetëm tek të moshuarit, nuk shikon pozitën e njeriut, ai vjen kur Allahu e ka caktuar me ardh për ty. Kur ti vi afati tyre nuk mund ta shtyen as edhe një çast. Suratul A'raf ajeti 34. Sa njerëz u zgjuan në mëngjes dhe nuk e përfunduan ditën. Sa njerëz dolën nga shtëpia edhe më nuk u kthyn. Sa njerëz kishin plane, por varri u bë vendbanimi tyre. Kjo na mëson se njeriu duhet të jetë gjithmonë i përgatitur. Po si është gjendja e besimtarit në momentet e vdekjes? Gjendja e besimtarit në momentet e vdekjes. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, me të vërtet ata që thanë Rabbun Allah, thumma istaqamu. Thuaj, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, me të vërtet ata që thanë Zoti ynë është Allahu. Thot pastaj qëndruan të palëkundur në këtë fe madhështore. Të palëkundur qëndruan. Të tanazzelu alejh, dhe më thonë të këta zbresin me lajket Allahut subhanahu wa ta'ala. Zbresin me lajket Allahut subhanahu wa ta'ala dhe thonë mos u friksoni. Thot mos u pikëlloni, por përgëzoni me xhenetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Momentin kur ti thu
apo gjatë tërë jetës tonë ke thonë Rabbun Allah, Zoti ynë është Allah subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall dërgon me lajke, t'jep shpresë, ta largon frikën dhe shpërblet me xhenetin Allah subhanahu wa taala. Besimtari në ato momente merr përgëzim të madh, gjendja e tij që largohet nga Allahu, thot për atë që ka kaluar jetën larg Allahut, momenti i vdekjes është moment pendimi, thot Allahu subhanahu wa taala për zullumçarët. Sikur thot ti shikje zullumçarët në agonin e vdekjes, kur melekët shtrin duart e tyre, nxirrni shpirtat tuaj, thot. Nxirrni. Sot do të shpërbleheni me dënim poshtërues. Se keni bo zullum, keni shat dinin Allahut azza wa jall, keni akuzu besimtarët muslimanët, keni luftu fenë Allahut azza wa jall. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na thërret të pendohemi para se të vijë ai çast. Rëndësia përfundimit të mirë. Njeriu nuk gjykohet vetëm nga fillimi, vllazni. Subhanallah, duhet me shiku fundin që ka. Sepse ndoshta ti nuk e sheh gjatë jetës, mendon se është i mirë. Mirë po, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatin. Thot me të vërtet, thot veprat vlerësohen sipas përfundimit. Sipas përfundimit, veprat vlerësohen. O Allah, na përfundo me përfundim të mirë. Pastaj e kemi jetën e varrit, vllazni, pyetjet e melajkeve, gjendjen e njeriut pas vdekjes, thot Allahu subhanahu wa taala, e pas tyre, pasi që të vdes, thot ne vendosim një berzah, një pengesë, deri në ditën kur do të ringjallemi me lejen Allah subhanahu wa taala, suratul Mu'minun ajetin 100. Ç'ky është berzahi, jeta e varrezave. Berzahu është periudha mes vdekjes edhe ringjalljes. Por se varri është stacioni i parë i ahiretit. Thot Allah subhanahu wa taala, thot Resuli alayhi salatu wasalam, realisht vendbanimi i varri është vendbanimi i parë prej vendbanimit të ahiretit. Nëse njeriu shpëton prej tij, ajo që vjen pas tij është më e lehtë. Nëse njeriu nëse nuk shpëton prej tij, ajo që vjen pas tij është edhe më e vështirë. Dhe thot mendojni këtë njerëz, njeriu përgatitet për shtëpinë kur do të jetoj me vite si shtam të tëra, por nuk përgatitet për atë ditë kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Atë ditë kur të vinë dy melajke në varr, kur të lëshojnë në varr, kur është nata e varrit, kur ti nuk je me askë, nuk she askë prej familjarëve tu, të vinë dy melajke dhe të pyesin. Kur robi vendoset në varrin e tij dhe shokët e tij largohen, ai dëgjon zhurmën e këpucave. Gjurmët që i bën këpucët, që lëvizin, i dëgjon, ato janë gjëja e fundit që ata dëgjojnë. Edhe me këtë dynjë ndërpritet përveç 3 gjërave që do ta shpjegoj me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E pyesin, kush është Zoti yt? Besimtari thot, Zoti im është Allah. Thot, cila është feja jote? El Islam. Thot, Islami. Thot, kush ishte njeriu që u dërgua tek ju? Thot, Muhammedi alayhi salatu wassalam, i dërgumi i Allahut. Por ai që ka jetuar larg Allahut subhanahu wa taala, larg fesë Allahut azza wa jall, që ka mu përgjigj? Nuk ka mja mundësu Allahu subhanahu wa taala mu përgjigj. Veç ka me thonë, la edri. Mënyrë të habitshme, jo me qesh, disa që kanë mendu, la edri. Në mënyrë të habitshme, ka me humb, edhe ka me thonë, që pëthu, la edri, nuk e di. Nuk di me thonë Zoti im është Allahu. Nuk ja mundëson me thonë Zoti im është Allahu. A i keni vret, vllazni, a i keni vret. Kur dikujt prej pabesimtarve, dikujt që s'janë kërkon me fe, thuj bre la ilaha illallah, ja nise kesh. Unë e di me thonë la ilaha illallah. Nuk e thot. Si ja mundëson Allah azza wa jall me thonë la ilaha illallah. Muhammedur Rasulullah. Andaj falenderojnë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi që ju ka dhonë dhe që jeni praktikues fesë Allahut azza wa jall. Dhe kur nuk është vonë mu pendu. Pendojeni,
Pendojni se Muhamedi a.s. 70 herë në ditë, 100 herë në ditë ka thonë astaghfirullah. Po çka e shpëton njeriu në varr? Allah i forcon ata besimtar, thot Allah azza wa jall, që besuan në fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. Sot Ibrahim ajeti 27. E begatitë dhe dënimet në varr, sepse kemi begatitë dhe dënime në varr. Para se me arrit tek ringjallja kur dalim për Allah azza wa jall, besimtari që ka jetuar me iman dhe bindjen ndaj Allahut, varri i tij bëhet vend qetësie. Profeti a.s. shpesh bënte dua për me kërku mbrojtje prej dënimit të varrit. Thoshte: o Allah, kërkoj mbrojtje tek ti nga dënimi i varrit. Dhe një prej sebepeve të mbrojtjes nga dënimi i varrit është edhe leximi i surës Mulk para se me fjet. Çfarë mbetet me njeriu pas vdekjes? Kur njeriu vdes, pasuria e tij mbetet. Kur njeriu vdes, shtëpia mbetet, makina mbetet, kerri mbetet, rrobat mbeten. Për profeti a.s. na ka tregu se cilat janë ato gjëra që nuk ndërpriten me këtë dynjë. Andaj investon këto 3 gjëra. Investo se kanë më të ndërprej krejt me këtë dynjë. O vloja, kanë më të ndërprej krejt senet me këtë dynjë. S'mush me fal namaz, s'mush me dhon sadakatje, s'mush me bo vepra të mira, s'mush me shku në haxh, s'mush me shku në numre, nuk mush me dhon zekatin, s'mush me agjëru, kur gjë s'mush me bo në atë botë. Jenë varr, jeta varrezave. Po 3 sene, Allahu t'i ta kalon derën e hapur. Kur vdes njeriu, i ndërpriten veprat e tij përveç 3 gjërave, 3 seneve. E para, një sadaka që vazhdon. Sadaka e vazhdueshme. Një dije që e kilon dhe përfitojnë të tjerët, dhe e treta, një fëmijë hajrit i mirë që lutet për ty. Para mendo ti që nuk e edukon fëmijën tënd, vdesish ai shkon në rrugë të këqija, qoftë në zina, qoftë në drogë, qoftë në alkool, qoftë në kriminalitet, në çdo gjë. Paramendoni atje nuk kemi më vepra. Dhe ti pret prej kësaj bote që të vinë bonuset dhe nuk të vinë. I ke ndërprer. Pastaj investo në sadaka rrjedhse. Jep para për me ndihmu njerëzve, jep para për me ndërtu xhamia, jep para për me botu libra, jep para në forma të ndryshme. Sadaka së rrjedhshme. Po ashtu ai që ka diturin, le ta shpërndon diturin, le të shkruaj libra nëse ka mundësi, apo në përgjithësi le ta shpërndon diturin, sepse ai vdes nëse dituria e tij. Shikoni, ne libra që po i shpjegojmë, që po i marrim këto fjalë, lëm për ata, kanë vdek para 1000 vjetëve. Ne, këtu në TikTok tani, para audiencës, para gjithë njerëzve, po i potencojmë fjalët e tyre. A ka sen më të mirë për ta o vllazni? Ai në varr është, fjalët e tij ne po i potencojmë. Çfarë është problemi më, subhanallah? Deri në ditë gjykimit ka më përmend fjala e tij. Bëhu njëri prej tyre dhe ti vllaja. Kontribo në përhapjen e diturisë me lenë Allah subhanahu wa taala. Përgatitja fillon me pendim sinqert, thot Allah subhanahu wa taala: pendoni wa tubu ila Allah jami'an. Dhe pendoni që të gjithë, o besimtar, që të shpëtoni. Që të shpëtoni. Allahu nuk thot pendoni kur plakeni, po thot, nuk thot pendoni kur t'jeni në shtratin e vdekjes, por thot pendoni gjemian. Të gjithë thot pendoni. Sepse askush nuk e di kur do të vjen momenti i fundit. Sa njerëz tanë do të pendohem nesër, por nuk arritën të nesërmen. Sa njerëz tanë kur të kem kohë do të afrohem me Allahun. Apo koha e tyre, mirë po koha e tyre përfundoi. Vdiqën, e quan në varr. Mos se vëno pendimin, thot Allah subhanahu wa taala, kur ndonjërit prej tyre vjen vdekja, ai thot: Zoti im, më kthe, që e potencua ma erët ajetin, më kthe mua të bëj vepra të mira në atë që e kanë lënë. Po jo, s'ka. Nuk ka më kthe më vllazni. Prandaj,
Njeri i mençur pendohet kur ka mundësi, sot ke gjuhë për ta kërkuar faljen. Sot ke mundësi më fal. Sot ke mundësi me e kthy padrejtësinë. Mos mi bo padrejtësi njerëzve. Sot ke mundësi të largosh nga mëkati. Në ditën e gjykimit kur të thirrësh me e bo. Mu përkul. Nuk ke me mujt mu përkul sepse ka më tu bloku shpina. Në ditën e gjykimit ke me qenë i verbër, nëse ke qenë i verbër në këtë dynjo, para fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Pse ja rap më rinjallë, do të thonë, të verbër, po thot ti ishe i verbër në dynjo. Ishe i verbër para fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Ishe i verbër, do shta një fmi, 5-6 vjet, 10 vjet, të ka thonë ki frikë Allahun, dhe ti ishe i verbër. Nuk i pasoje Kur'anin edhe sunetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kujdesu pastaj për namazin, inna salate kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtet namazi është obligim për besimtarët në kohët e caktuara. Namazi është lidhja më e fuqishme mes teje edhe Allahut Azza wa Jall. Nëse dikush ka këtu sonte që dëgjon dhe nuk fal namaz, sonte le t'ja nis për hir të Allahut Azza wa Jall. Të bomi se bëbë gjithë për dikë që t'ja nis namazet me lenë Allah subhanahu wa taala. Wallahi, knatësi e madhe është kur ti e vendos kokën ballin tënd në sejdë e vendos për hir të Allah subhanahu wa taala. Andaj nisja që sonte namazit jacis dhe mos e le deri në frymën e fundit. Mos të mashtrej shejtani, jo nesër do ta fali, jo mas nesër, jo ta martoj filonin apo fistekën, jo kom pun, jo jam smut, jo nuk jam smut, jo kom ko, jo nuk kom ko, fillo me njëherë fillo, fale namazin. Pastaj, shlyerja të drejtave të njerëzve, një çështje shumë e rëndësishme është, të mos i kemi borxh askujt, mundomi borxhet me i la vllazni, sepse krejt gjërat falen, shehidit krejt i falen përveç borxhit. Përveç borxhit vllazni. Subhanallah, shahid, fi sabilillah. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala nuk ja fal sepse është hak i njeriut është. E lyp hakun ai në ditën e gjykimit. Profeti alayhi salatu wassalam çka ka thonë? A e dini kush është i falimentuari? Sahabët i thanë, a që s'ka porë, a që s'ka pasuni? Tha ja. Në ditën e gjykimit thot, i falimtuari në umetin tim, thot ai është që vjen, thot në ditën e gjykimit me namaz, me agjërim, me zekat, po e ka shajt këto, e ka fyj ato, ka shpif për to, ka ngrën pasurinë e këtij, e atij, ka derdhur gjakun e këtij, pastaj ju jepen atyre prej të mirave të tij. S'ka peshore në atë ditë, o vllazni, kini kujdes një hi hak njerëzve, mos shpifni pa verifiku, moni vllazni, se bova ki nuk ju bën halal, qa me bën ditën e gjykimit? Prandaj para se të na vije vdekja, kërkojmë falje prej njerëzve, kthejmë borxhet, heqim padrejtësit, mos u mashtro pastaj pas jetës kësaj bote. Dijeni si jeta kësaj botës është vetëm lojë, dëfrim, zbukurim, mburje mes jush dhe shtimi pasurisë dhe fëmijëve. Suratul Hadid, ajeti 20, lutja për përfundimin e mirë. Vëllezër, nuk mjaftojmë vetëm të fillojmë mirë, po duhet me ditë, ja fillojmë mirë, po duhet me ditë përfundimin që kemi. Se rreziku më i madh është përfundimi. Rreziku më i madh është përfundimi. Profeti alayhi salatu wassalam ka thënë veprat vlerësohen apo varen nga përfundimet. Buhariu transmeton hadithin, prandaj prej lutjeve më të mëdha është o Allah, na përfundo me përfundim të mirë. Bëne këtë dua ta në kohën, o Allah, na mundëso që ta përfundojmë këtë jetë me vepra të mira. Një ditë do të vi momenti kur kjo botë ka mu mbyll për ne, do të largohemi nga shtëpitë tona, do të largohemi nga familjet tona, do të largohemi, do të ndahemi nga pasuria jonë, por do të shkojmë me diçka tjetër, me besimin ton, me veprat tona, me mëshirën e Allahut, prandaj le ta bëjmë këtë pyetje çdo natë para se të flejmë. Nëse kjo natë është nota ime e fundit, a jam gati unë sonte mu taku me Allahun Azza wa Jall. Bënja pyetje vetës. A jam gati unë sonte mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Çto bënja vetës? Nalu, shko në dhomën tënde edhe qaj për mëkatin tënd. Qaj për gjunahin tënd.
Nëse I ke hi dikuj në hak, thuj o filan ma bën halal. O filan ma bën halal, kum gabu. Jem gjendje çdo gjë me bo për ty. Vetëm ma bën halal. Mos ta presim vdekjen që të mendojmë se po ndryshohemi. Le të ndryshojmë para se të vi vdekja. Sepse edhe faraoni, kur I pa me lajket, kur e pa vdekjen para syve, u pendu, po mbaroj çështja mo. Atë kret kanë me ditë që do të dalim para Allahut subhanahu wa taala, sepse I lumtur është ai që kur largohet nga kjo botë, largohet duke qenë I kënaqur me Allahun dhe Allahu është I kënaqur me të, dhe thot Allahu subhanahu wa taala për besimtarët: O ti shpirti qetësuar, çu po drejtohet o besimtar, o robi I Allahut. Në suratul Fajr, ajeti 27-30, o ti shpirti qetësuar, ktheu te Zoti yt, I kënaqur dhe I kënaqur prej ti. Hyr mes robërve të mi dhe hyr në xhennetin tim. Suratul Fajr, ajeti 27-30 dhe për fund, o Allah, na bëj prej atyre që e kujtojmë vdekjen, që të përgatitemi për takimin me ty, ja Rab, që të na falë mëkatet tona dhe të na jep përfundim të mirë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Allahumma amin. Allah I të shpërbleft, Hoxha.